Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Thuaj lamtumir mëlçisë dhe jamoshur, 3 ushqimet që duhet të hani çdo mëngjes për ta pastruar. Ushqimet e pasur me sulfur luajnë një rol kyç në trajtimin e problemeve të mëlçisë. Ndër ushqimet e pasur me sulfur, të cilat janë të shëndetshme për mbrojtjen e mëlçisë së shua janë hudhra. Hudhra përmban përbërës aktiv me bazë sulfuri, i quajtur alicin, që ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Ky përbërës ndihmon në eliminimin e mërkurit nga trupi. Kërpullat. Kërpullat janë të pasur me një sër lëndësh ushqyese që forcojnë sistemin imunitar. Ato përmbajnë antioksidantë të fuqishëm të quajtur largenone që neutralizojnë radikalet e lira. Kërpullat janë gjithashtu të pasura edhe me vitaminën D që janë një mbrojtës shumë i mirë e imunitetit tuaj. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë vezët. Vezët sigurojnë një sasi të lartë të proteinave cilësore, të cilat përmbajnë 8 aminoacide esenciale të cilat ushqejnë trupin me kolin. Këto aminoacide janë të nevojshme në procesin e detoksifikimit të mëlçisë. Kolina, një enzim e nevojshme për metabolizmin, gjendet e verdha e vezës dhe mbron mëlçin nga një sër substancash toksike, ndërkohë që detoksifikimi i metaleve të rënda mund të bëhet më i lehtë edhe me ushqyerjen e duhur. Qitro. Qitroja është i pasur me vitaminën C, pektin dhe antioksidant. Këta të fundit neutralizojnë radikalet e lira dhe detoksifikojnë mëlçin. Rekomandohet që njerëzit që pinë një gotë të vogël me lëng qitroje në ditë ose të hanë nga një frut në ditë për të përmirësuar kështu punën e shëndetit të mëlçisë. Panxari. Panxari përmban shumë flavonoide dhe beta-karoten të cilët stimulojnë dhe përmirësojnë funksionet e mëlçisë. Për më tepër, panxari është një pastrues natyral i gjakut. Limoni. Limoni përmban antioksidantë të veçantë që aktivizojnë enzimat që janë përgjegjëse për pastrimin e mëlçisë. Sipas të dhënave, vitamina C që ndihmon mëlçin të prodhojë enzima për tretjen dhe përthithjen e mineraleve të mira. Çaji jeshil. Pirja çdo ditë të çajit jeshil ndihmon në largimin e toksinave dhe depozitave të yndyrës. Ai është shumë i mirë në trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve të mëlçisë. Mjekët rekomandojnë pirjen e 2 deri në 3 filxhan me çaj në ditë dhe të ëmbëlsuar me mjaltë. Avokado. Përbërësit e avokados paksojnë dëmet të shkaktuara të mëlçisë. Yndyrat mono të pangopura të avokados ulin kolesterolin e keq dhe rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, të cilat mëlçia arrin të përpunojë më mirë. Këshillohet ngrënia e të paktën 2 avokado në javë për disa muaj me radhë për të marrë më shumë përfitime për shëndetin tuaj të mëlçisë. Shafrani indis. Kjo erëzë e verdhë është efikas në pastrimin e mëlçisë. Përbërësit e saj janë të shkëlqyer në rigjenerimin e qelizave të dëmtuara të saj. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë gjithashtu as mollët. Një mollë në ditë është sekreti që e mban mëlçinën të shëndetshme. Mollët përmbajnë fibër dhe pektin që largojnë toksinat dhe kolesterolin, duke penguar kështu mbi ngarkesën në mëlçi. Mollët përmbajnë edhe acide malike që pastrojnë gjakun nga toksinat dhe qelizat e dëmshme. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as arrorët. Arrorët përmbajnë aminoacide që pastrojnë mëlçin në mënyrë efikase dhe largojnë toksinat. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një grushti me arror çdo ditë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është brokoli. Brokoli përmban shumë vitaminën E, një antioksidant i fuqishëm që mbron mëlçin. Përbërësit e brokolit ndihmojnë largimin e toksinave nga trupi. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një racioni me brokoli 3 herë në javë. Shëndeti i mëlçisë varet edhe nga stili jetesës. Njerëzit që konsumojnë sasi të konsumuara të alkoolit, sheqerit, kafeinës dhe ushqimeve të përpunuara dhe duhanit do të kenë më shumë shqetësime për mëlçinë e tyre. Prandaj duhet të evitoni këto produkte për të përmirësuar shëndetin e saj dhe për të mbajtur larg edhe një sër komplikacionesh. Ju mund të shprehni mirënjohje për mëlçinën tuaj. Ajo punon 24 orë në ditë për ju. Ekspertët dhe profesionistët e mjekësisë drejtojnë gjithashtu edhe kërkesat e duhura ushqimore, të cilat janë të dobishme për mëlçinë dhe të vendosni në listën tuaj këto produkte, citon shkolla e mjekësisë ICAN. Dhe gjithashtu ekspertët tregojnë se kafeja është një produkt shumë i mirë për shëndetin e mëlçisë. I vetmi ushqim për të cilët ka prova të qarta për një efekt të dobishëm në mëlçinën tuaj është kafeja, citon Bansal. Konsumi i kafes lidhet me përmirësimin e enzimave të mëlçisë, veçanërisht të njerëzve të rrezikuar nga sëmundjet e mëlçisë.
Ato me sëmundje të mëlçies, pra ekzistues, kanë treguar në përmirësimin e shkallës së fibrozës dhe cirozës, problemeve të radikaleve të lira. Gjithashtu edhe frutat e thata janë në një ndihmë shumë e mirë edhe për shëndetin e mëlçisë. Ato ndihmojnë në shëndetin e zorëve, por gjithashtu përmbajnë yndyrra të shëndetshme dhe antioksidant, që janë të dobishëm në prevalencën më të ulët të sëmundjeve të mëlçisë yndyrore tek meshkujt. Vaji i ullirit. Një nga elementët kryesorë të dietës mesdhetare është vaji i ullirit që mund të mbështesë shëndetin e mëlçisë. Vaji i ullirit është një burim i yndyrnave të pangopra që përmirësojnë nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve. Ai gjithashtu përmban antioksidant që mbrojnë inflamacionin dhe dhimbjet e mëlçisë. Plus proteinat e tij bëjnë një shpejt më të lehtë edhe pastrimin e saj. Kërpullat. Kërpullat janë një ushqim i mirë falë përmbajtjes së lartë të antioksidantëve. Një studim i vitit 2020 të të rriturit ka treguar se përfshirja e kërpullave në dietën tuaj do të ndikojë në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë suaj me të paktën 24%. Kështu, përfshirja e këtyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar edhe vlerat e mëlçisë. Mëlçia ka nevojë të detoksifikohet erpasere dhe kontrolli i dur i asaj që zgjidhni në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar punën dhe për të parandaluar komplikacionet. Prandaj nëse doni të keni një mëlçi të shëndetshme, duhet të konsumoni edhe produktet e duhura ushqimore. Shafrani indis. Kurkumin, i njohur ndryshe si shafrani indis, është treguar se është i dobishëm për mëlçinë. Megjithse, ekspertët tregojnë se shtimi i kësaj erëze natyrale në ushqimet tuaja mund të ofrojë përfitime të mira. Kosi. Kolesteroli i lartë është treguar se rrit inflamacionin dhe problemet e mëlçisë, por kosi mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër dëmtimit të mëlçisë, falë probiotikëve që ndihmojnë edhe në zbërthimin e kolesterolit LDL. Një studim i vitit 2019 tregoi se kosi përmban probiotik, të cilët ulin ndjeshëm kolesterolin total dhe rrisin kolesterolin e mirë dhe atë në mënyrë natyrale duke ndikuar pozitivisht në uljen e inflamacioneve të mëlçisë. Uji. Uji nuk është shtëpia më emocionuese për shëndetin e mëlçisë, por ndihmon që sistemi i filtrimit të trupit të funksionojë pa probleme. Një studim i madh i vitit 2021, sipas Health.com, tregoi se burrat që pinin të paktën 8 gota ujë në ditë kishin më pak gjasa të zhvillonin sëmundje të mëlçisë së spektrit të gjerë sesa burrat që nuk e pinin atë më shumë. Megjithatë, pirja e tepërt e alkoolit dhe ushqimeve me yndyrë është e dëmshme për shëndetin e mëlçisë. Prandaj duhet t'i evitoni ato sa më shumë nga dieta juaj. Hithrat. Përdoret shpesh edhe çaji i mbështetur në shëndetin e mëlçisë për të ndihmuar në pastrimin e organizmit. Hithrat përmbajnë hekur, vitaminën C dhe enzimat të tjera, të cilat ndikojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e rruazave të kuqe të gjakut dhe përmirësimin e shëndetit tuaj të mëlçisë. Majdanozi, i njohur për përbërësit e tij shërues, si mistricia dhe apigenina, majdanozi ka efekte antibakteriale që mbrojnë gjithashtu shëndetin e mëlçisë. Ai është i pasur me antioksidant që ndihmojnë edhe në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi. Shparagujt. Kjo perime është e pasur me kalium dhe aminoacide si një diuretik natyral. Shparagujt ndihmojnë në mbrojtjen e mëlçisë nga stresi oksidues. Klorofili i pranishëm të shparagujt i jep atyre një ngjyrë të gjelbër që kontribon në pastrimin e mëlçisë. Avokado. Konsumi i avokado stimulon prodhimin e glutationit, një antioksidant që ndihmon në luftimin kundër radikaleve të lira. Avokadot janë gjithashtu të pasura me yndyrra të shëndetshme, që ndihmojnë në reduktimin e kolesterolit dhe problemeve të shëndetit të mëlçisë. Pasurimi i dietës suaj me produkte sa më natyrale është një mundësi e shkëlqyer për të ndihmuar në punën efikase të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që nëse vuani nga shqetësime të theksuara të mëlçisë, të konsultoheni me mjekun tuaj. Gjithashtu, edhe shenja që ajo paraqet nuk duhet të neglizhohen, por duhet të adresohen tek mjeku për të marrë trajtimet e duhura dhe duhet të dini se dieta juaj do të luajë një rol vendimtar në përmirësimin e punës së mëlçisë, gjithashtu edhe konsulta me mjeku në këto raste është shumë e rëndësishme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.